Miqtë Prizmës, në kohën e sotme, kur një djathë botrore është përballë e vendosur t'i qëndroj përballë një degrade të jashtëzakonshëm të majtës më perfide, më perverse, e cila histori e sotme dhe e djeshme e konsideron si nga më të gabueshmet, frymën më përçarse, më të shëmtuar në historinë e njerëzimit, të prezantohet një djathë e tillë, të konsiderohet e djathë e tillë ajo që përfaqëson në vetvete filozofikisht, ideologjikisht, financiarisht dhe ekonomikisht Sali Berisha. Si ka mundësi të ndodhë kjo? Dhe kam fjalën jo vetëm në Shqipëri. Si ka mundësi që Sali Berisha të përfaqësoj të dikurshmen e aristokracisë dhe burgjezisë së Gjirokastrës, së Vlorës, së Korçës, së Beratit, të Elbasanit, të Tirancave të vjetër, të Durrësit, si ka mundësi të përfaqësoj të djathën e Shkodrës, të djathën e cila sigurisht u formua në vilajetin dhe Pashalekun dhe vilajetin më të pasur shqiptar, të tregtarëve më të pasur, të kapitalistëve dhe burgjezëve më të pasur në rajon, jo vetëm në Shqipëri. Si ka mundësi që një ish komunist i 1968 me origjinë nga Viçitoli të përfaqësojnë të djathën e cila sigurisht kishte lindur në përqendrat e qyteteve, në marrëdhëniet kapitaliste dhe marrëdhëniet tregtare më të zhvilluara të kohës. Si ka mundësi që edhe pinjollët e kësaj trashëgimie sigurisht e shkatruar nga komunizmi, nga Enver Hoxha, me qëllim, i cili nuk i takonte sigurisht proletariatit, por i takonte një borgjezie, një streset mesme të lartë, por që sigurisht do të ishte o fashist o komunist. Ashtu si kundër gjithë shqiptarët kishin alternativet e tyre. Po si ka mundësi që Sali Berisha në 2025 duhet të jetë kreu i të djathës, që duhet përmbledh edhe trashëgiminë e monarkisë, edhe trashëgiminë e legalizmit dhe ballit kombëtar, që ishte e djatha dhe e majta e asaj kohe, për të mos përmendur komunistat, cila ishte ekstremi i të majtës, ishte fryma ideologjike sa po hyrë, dhe kjo ideologji e cila sigurisht sundoi për 45 vjet të prodhoi komunistin e fundit i cili vazhdon e sot e kësaj dite për të përfaqësuar të djathën dhe cilë djathë, atë djathë e cila duhet bëj atë që konsiderohet largimin e një të majte revolucionare, agresive, që largon të gjitha vlerat e familjes, religionit edhe çdo gjë tjetër. Si ka mundësi në Shkodër që një pjesë e atyre që janë me trashëgimni tregtare, kapitaliste, rreshpere të asaj kohe, të pronarëve të mëdhenj të tokave, të cilat 7501 i Sali Berishës, dhe sigurisht i pasojës komunizmit, i dërmoi në mënyrën themelore, më thelbësore të mundshme, i shkatërroi në mënyrën më sinikative të mundshme. Si ka mundësi të gjithë të zhgënjyerit e persekutimit politik 45 vjeçar të mblidhen me njeriu i cili ishte antar partie dhe leverdia asaj partie e cila i futi në përburgje. I torturoi, i pushkatoi, i burgosi, dhe patjetër pastaj përhapi edhe luftën e klasave mbas 1990-s, duke i konsideruar të gjithë komunistat ata që ishin komunist dhe veten e tij dhe të gjithë spionët e sigurimit të shtetit që i mlodhi mas vetes njerëz antikomunist. Si ka mundësi të përfaqësoj sot edhe një pjesë e qytetit të Shkodrës, ajo që ka mbetur, se sigurisht i ka dhënë Aratin, të mbrojnë qëllimet e djathtë me njerëz që dalin dhe bror rasin dhe nuk kanë dhëmë në gojë, që nuk din të flasin, që janë ignorant deri aty ku nuk mban më ignoranca, që nuk din të lidhen dy fjali bashkë, janë militantët më par excellence të Sali Berishës. Si ka mundësi që të rrinë me to
ajo pjesë e asaj të djathtë e cila sigurisht unë e kuptoj, disa individ, shkodran edhe individe, sidomos një grua aty, që vazhdon me Sali Berishën, duke pastaj në brendin e saj djenin se ndoshta janë aristokratët e vetëm të Shkodrës, po kjo është e keqja e madhe e tyre. Sepse gjithmonë kanë kujtuar se janë të vetme, me sa duket mbetën të vetme që do të rinë me Sali Berishën. Njerëz prej tyre i kam thënë ball për ball, më trego se çfarë lidhje ka Viçitoli filozofikisht, ideologjikisht, jo si natyrë, sepse është shumë i bukur, si ka thonë. Me gjua dolin dhe unë patjetër pastaj do të them që po, e kisha gabim. Por nuk ishte e zonja kur të mjep të përgjigje. Edhe ja kam shkruajtur ball për ball, i kam thënë mjep një përgjigje për të punë. Si ka mundësi që ta ndjekin edhe sot e kësaj dite njeriu i cili përçao edhe me religjion Shkodrën. Dhe si ka mundësi që pjesë të vujtjes religionare të besojnë se Sali Berisha është njeriu që mbron katolicizmin në Shkodër. Si ka mundësi ta bëjnë këtë punë? Një njeri i cili ishte pranuar antar partie pikërisht atëherë kur u prishën kishat dhe xhamiat. Thotë u futan parti në 68-ën si dolëm nga traktati i Varshavës. Në parti është futur atëherë kur Enver Hoxha dhe gjithë tijet, bashkë me Tritan Shehun që ka mikun kryesor ti, u ngritën të prishin të gjitha kishat dhe xhamia, të vritën e priftëri dhe hoxhallar. Edhe sot të djathtën shqiptare duhet ta përfaqësojnë njerëz të tillë, komunistët e fundit në kontinent, dhe as komunistë jo, sepse sigurisht nuk kishin ideal, po antar Leverdie. Këta përfaqësojnë të djathtën, e sidomos të djathtën në Shkodër, e cila ka dy emblema të jashtëzakonshme, të djathtën shqiptare më të shkëlqyer dhe të majtën shqiptare më të shkëlqyer. Në Shkodër kanë lindur të dyja. Jo kanë shpjeguar sigur kanë lindur në Korçë, nuk është e vërtet. Edhe majta, po jo kaq derdhimene, kaq shkatërruese, ka lindur pikërisht në Shkodër. I vrau të gjithë Enveri, ma tregoni një të grupit komunist, përfshi edhe babën tim që nuk i pushkatoi, nuk i vrau, nuk i hodhi në për burgje, nuk i shkatoi edhe fizikisht, një prej tyre, sepse ishin idealist. Dhe më tregoi një prej të djathtës që shpëtoi njerëz. Si ka mundësi jukajt, bushat, që përfaqësojnë të djathtën, ti shkojnë mbrapa Sali Berishës? Unë nuk besoj se i shkojnë mbrapa. Absolutisht, nuk mund t'i shkojnë dot mbrapa. Nuk i përfaqëson, nuk ka lidhje fare as me të djathtën, as me konceptin filozofik të saj, as me origjinën e tij e cila nuk ekziston si e djathtë. Ekziston vetëm si folklorike, po nuk mund të barazohet folklorizmi me të djathtën. Të djathtën trashëgimtare të ideve dhe ideologjisë parimeve të familjes, ideologjisë dhe parimeve të atdheut, të patriotizmit, të religionit, e sigurisht të mbrojtjes të idealit kryesor që kanë. Patriotizmit, vendit, trashëgimisë së zakoneve dhe çdo gjë e të mirë që sigurisht kanë trashëguar deri tani. Me Sali Berishën duhet ta ndjekin këtë, ai që i vrau të gjithë. Nuk them pushkatoi, po i them i vrau duke eliminuar si parti, që shkatroi dy partitë kryesore të cilat duhet ishin dhe që ishin realisht formuar në mënyrë normale, që ishte legaliteti dhe balli kombëtar. Sali Berisha i përçau duke i konsideruar pastaj jo demokrat, jo janë demokrat, jo në shërbim të komunistave. Dhe kush? Komunisti i vetëm, i cili duhet përfaqësoj të djathtën dhe të djathtën e sotme, atë që sigurisht frymëzohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po frymëzohet edhe në Evropë. Më tregoni se cili prej tyre ka qenë komunist dikur. Më tregoni se cili në të djathtën evropiane dhe amerikane ka qenë komunist dikur si Sali Berisha. Një ma tregoni dhe unë jam dakord me ju. Më tregoni se cila e djathtë në Evropë përfaqësohet nga një ish komunist. Ma tregoni një dhe unë jam dakord, pastaj dorëzohem në fjalimin tim, narrativën time. Kjo ka bërë vaki vetëm në Shqipërinë tonë të ideologjisë më të qelbur, si të majtë edhe të djathtë, të këtyre 35 viteve të një post-komunizmi kriminal, i cili shkatroi vendin, shkatroi kulturën, shkatroi gjithçka që ai doli përpara. Edhe ato që kishte bërë mirë, jo vetëm monarkia, po që kishte bërë mirë edhe vetë ai që konsiderohesh stalinizëm, enverizëm.
i shkatruan të gjitha në themel, sepse sigurisht ishin drejtuar edhe do përkrarin një folklorist, një derbeder stalinist si Sali Berisha. Dakor të ishte mi, është turp e marrë rrethon Shkodër që njerëzit mund të ndjekin mbrapa individin më stalinist, më shkatërrues të trashëgimisë son, duke konsideruar të djathin e vetëm që ka Shqipëria dhe që ndërton partit djath dhe që quhet Sali Berisha. Turp i jashtëzakonshëm dhe për ata që i shkojnë mbrapa dhe që kanë sigurisht dy paremend për të kuptuar çfarë lidhje ka e djatha, e djeshme dhe e sotme me një bolshevik, folk bolshevik si Sali Berisha. Miq Prizmës, në Partinë Demokratike, në kryesinë e saj, po kryesisht në 3-4 vetet që drejtojnë leadershipin Maximus, është marrë vendimi i përballjes me patronazhistët. Shpikja fjalësh patronazhist përfymje nuk ishte thjesht përdorimi Edi Ramës bje fjala për ato që ai do të di se kur është në çdo moment partia e tij dhe sigurisht propagandës për votim. Patronazhistët ekzistojnë edhe në parti në Francë, në Itali, në Gjermani, në Amerikë. Ato sigurisht marrin zonat dhe aty bëjnë patronazhin e tyre të jo vetëm bindjes, po edhe të koncepteve të drejtimit të punës partisë për të ditur se ku është në çdo moment me elektorat ajo parti e cila ndërton element tillë. Ke Partia Demokratike, ata nuk janë zotë të ndërtojnë element tillë institucional, të cilët sigurisht mund punojnë në këtë lloj mënyre, janë brenda ligjit, nuk ka se po thyen ligjin, pavarësisht marrëzirave që fliten vazhdimisht, por ndërtojnë struktura paralele, deviate, të shpifjes edhe të kaosit të sharjes dhe fyres. Në Shqipëri është vendosur tash një element i ri i portalizmit edhe krijimit të adresave false. Janë 10.000 njerëz të cilët sigurisht do veprojnë për të shpifur nëpër portale, janë krijuar portalet e reja, shikojeni. Ato krijohen për ditë tash në prag zgjedhjesh, edhe emra të ri shpifësis në Facebook. Dhe sigurisht janë shpërndarë në teren për të mos bërë asgjë tjetër përveç se fake newsit, shpifjes edhe sharjes edhe fyerjes. Çdo kandidat, çdo njeri që ka mendimin e vet, do shahet, do fyet në Facebook dhe do merret përsipër. Këta janë modeli i ri i portalizmit edhe facebookizmit në Partinë Demokratike. Parat sigurisht janë parat e Gërdecit, parat e Abi Maltezit, 21-shit, parat e trojeve të Algita Martezit dhe parat e sigurisht Shkëlzen Berishës, parat e familjes që vinë pastaj edhe nga çunat e Mamurçit, çunat e Bushatit, çunat e Lazaratit, çunat shpërndar gjithkund, janë fëmijët e ish shiksave të Gazetetës, të cilët merren me transportin nga Bogotaja, gjithë Kolumbia, rruga e Turqisë, rruga e Afganistanit, sigurisht shpërndar janë në për zona të ndryshme, ato zaptues tokash edhe trojesh në Tiranë, në Elbasan, të sigurisht Kneta në Durrës, periferitë, suborget e Shkodrës. Sigurisht Shkodra ka një të veten, sepse i ka edhe të shpërndar edhe me religjon, lagjet përcaktuara, të cilët sigurisht shajnë fyen në çdo moment. Këtë dallojnë njeri që sigurisht nuk është me to, mjafton që ta identifikojnë në Facebook e sulmojnë, ose portale që vetëm gënjejnë, vetëm shajnë, vetëm fyen, të bëjnë të besueshme, më të pabesueshme në botës. Sulmi me këta 10.000 njerëz të cilët paguhen, normalisht që paguhen, është ai sulmi përgatitur nga Partia Demokratike për të bërë pastaj edhe sigurisht arsyeën e humbjes, për të vazhduar gënjeshtrën e mashtrimin, ta akseleruar atë deri në maksimum, për të u vodh këtu, u shkatrua atje, u blen këtu, ka filluar që tani të veprohet në fshatra të ndryshme, do blihet kaq, do blihet aq,
do shkatrohen zgjedhjet, mafia në pushtet vjedh edhe paguan kaq për vot, mafia në pushtet do të bëj këtë, do të bëj atë. Të gjitha ato që konsiderojnë investime i konsiderojnë si veprimet mafjes, të cilat sigurisht i përfiton mafja si paraj dhe jo komuniteti si investim, dhe element nga më të ndryshmet, sidomos sulmin personal në për Facebook, kujdes me misit e reja të emrave të ri që janë, sepse ata janë gjithë pjesë e shpifsave portalistë dhe sharzve facebookistë të Partisë Demokratike dhe Sali Berishës. Vetëm kjo ju ka mbetur si mënyrë. Imitojnë pak a shumë edhe portalizmin ruso-sovjetik, edhe sigurisht atë më të përhapurin në Evropë. Në Evropë e përdore majta për të sharë çdo lloj veprimi, i cili ka trashëgimnin, ka njerëzillekur ose mbarsin në moral, ata e sulmojnë për ditë. Po këtë punë ka edhe ky lloj portalizmi edhe shpifarak lleku i Partisë Demokratike dhe i Sali Berishës për të ndyrë, jo vetëm zgjedhjet, për të ndyrë gjithë vendin, për ta sharë, për ta nxjerrë. Kanë porosi portalesh të cilat ngriten domenet e tyre i çojnë kryesisht në Itali, pastaj edhe deri në Kinë, për të sharë vendin e tyre, për ta nxjerrë Shqipërinë sa më të ndyrë në sy të botës, për ta sharë në çdo lloj drejtimi, çdo ministri duhet sharë, duhet fyer, çdo femër që drejton në institucione duhet nxjerrë e pamoralshme, çdo mashkull i korruptuar dhe çdo lloj institucioni i korruptuar, për të thënë që Shqipëria është gjë më e keqe që ka Evropa. Populli shqiptar ikën, largohet për ditë, nuk ka të haj, po vdesin urije. E gjithë teoria e tyre e ngritjes në lartësitë maksimale është për të përhapur sa më tepër mashtrimin dhe gënjeshtrën, sepse kjo ju ka mbetur, nuk ju ka mbetur asgjë tjetër. Sa do besohen. Sigurisht të gjithë budallet kanë për të besuar. Ajo pjesë e asaj popullsie e cila është pjesë që beson gënjeshtrën dhe do të jetojë me gënjeshtrën, ka për të besuar dhe do bashkohet me to. Pjesa tjetër do largohet e gjitha. Por ama tash po përhapen si vaj në lakna, pikërisht shpifës portalistat dhe sharës facebookistat. Ky vendim është marrë dhe do të vazhdojë. Vepron shumë në qytetet e mëdha, po vazhdon edhe i fortë edhe në periferitë, suburget e qyteteve të mëdha, të cilët sigurisht vlojnë nga elemente të tillë të shtërë degeneruar që Partia Demokratike ka mbledhur me vete, i ka dhe do t'i përdorë gjatë gjithë jetës tij sa të ketë gjallë dhe të marrë frymë Sali Berisha. Dakord miqtë e mi?